Muhammed alayhi salam tregon për një rasul I cili u kanë përpara. Thot Muhammedi alayhi salam u kanë në një pemë, edhe gjërat I ka pas në atë pemë. Ka arë një bubrec edhe ka kafshu, do me thanë e ka pengu në njën e pëmës ku kanë I vendas kë. Kë rasul, emrin e të cilit nuk në ka tregu Muhammedi alayhi salam, thot Muhammedi alayhi salam ka urdhru mu largu gjërat edhe ka urdhru mu kall veni I bubrecave komplet. Kur I ka kall ato tubën e bubrecave, thot Muhammedi alayhi salam I ka shpall Allahu azza wa jalla I ka thonë e shkatrove një umet I cili ka botë spih Allahu azza wa jalla, ka madhru Allahu azza wa jalla duke I botë spih, ke shkatru komplet një umet. Pse nuk ke myt, pse nuk ke kall veç një I cili ka pengu komplet. Kështu nuk ban. Kështu që kujdesu musliman, nëse sheni tubë bubrecave, mos e shkatra ata, leje, përveç në qofë se vjen të shpia, vjen në shpi mrana, hine për shpi, edhe shkepën, në qofë se ki mundësi largaj, mirë për në qofë se ja atë në mëti, nuk ka problem, ama ata I cili ban zullum, që shka ndodhë me këtë rasulin, që I ka thonë, pëse se kemi të veç ata, I cili të ka ba zullum, ma jo krejt, nuk jemi jahudina, edhe në qofë se më bëbreca, jo krejt, nuk jemi jahudina, e din musliman që ka për thamë, të manë, nja, e myt, jo krejt. E lusëm Allahun azza wa jalla na bëj muslimanëve të mirë.